Është një si sukses ju si PDK që u rrëzua qeveria Kurti dhe do të ketë zgjedhje të reja apo jo? Nëse e konsideron si sukses, unë mendoj që ka qenë suksesi më i madh në historinë opozitare. Pse e them këtë? Këtë them për të vetmen arsye, sepse të gjitha institucionet me shumë pak muaj qeverisje ka fillu me i kap. Kam qenë vetë antare e Komisionit Pavarur të Media. E kam parë procesin si të është zhvillu. Dhe gjithë antarët cilë janë zgjedhë të preferuar televizjes vetëvendosje. Kam qenë pjesë e Komisionit për përzgjedhjen e antarëve të bordit RTK-s. Të gjithë janë antarë televizje, janë militant, kisha mujtë me thonë, dhe njerëz të preferuar televizjes vetëvendosje. Mjafton të shkoni në profilet e tyre, në rrjetet sociale, dhe shikoni se cilë persona janë zgjedhë. Pra kanë qenë persona favorit televizjes vetëvendosje që kanë shku në borde shumë të rëndësishme. E keni parë edhe emrimin e shefit e AKI-s si është bërë nga presidentja, ushtrusja të tyre së presidentit. E po ashtu edhe shumë institucionet të tjera, të cilat ka provu dhe shumë prej tyre edhe i ka kapë këtë pushtet. Për vetëm pak muaj qeverisje nga shpallja e rezultatit të zgjedhjeve. Thatë që suksesi më i madh në historitë të opozitit. Suksesi më i madh në historinë opozitare, sepse është bërë ndalja e kapjes së institucioneve të pavarura. Që do me thonë, shteti i Kosovës ka mundësi me funksionu si shtet demokratik. Unë jam idhëtare që në borde, në institucionet të pavarura, ku janë jashtëzakonisht të rëndësishme, si institucione në funksionim të shtetit, duhet me qenë njerëz profesionist, jo njerëz militant, jo njerëz me prapavi të mbështetjes së hapur të një partije politike. Duhet të jenë njerëz profesional që i dalin zot punës, sepse tek e fundit partitë politike shkojnë e vinë. Njerëz profesionist na duhen në institucione kyçe të shërbimit ndaj qytetarëve dhe funksionimit të drejtë të këtyre institucioneve. Po thoni që është sukses historik, por vendosja po ju akuzon pikërisht. Fajin pjalen juve, partive opozitare, PDK-s, LDK-s, AK-s, se vendi pra po shkon në zgjedhje të reja. Tani Albin Kurti është mjeshtër i propagandës. Dhe një gjë të tillë provon ta shes tek qytetari. Mirë po, qytetari është i vetëdijshëm. Edhe e din kur ta jap votën, edhe e din kur të ndërshkon. Në rastin konkret, partitë opozitare nuk kanë faj në këtë proces, për të vetmin fakt që ne nuk kemi pas vota që të propozojmë asnjë emër. Me 22 vota nuk mundesh me propozu emër sepse kushtetuta, rregulla dhe procedurat kërkojnë 30 nënshkrime. Dhe ti nuk i ke 30, i ke 22. Ti kërkojnë 30 partisë tjetër opozitare, pra Lidhjes Demokratike ka vetëm 15, Aleanca i ka vetëm 6. Si mundesh me fajsu një opozit që ka shkuar, që ka dërguar vendin në zgjedhje, e cilat ka ardhur në gjitha takimet që ti ke ftu, e cilat ka kërku transparencë të procesit, ka kërku marrëveshje politike në mënyrë që të bëhet një zgjidhje, dhe ti nuk e ke ofru. Si mund ta fajsosh një parti politike, opozitare, ose një tjetër, kur ti ai i cili i ki votat e mjaftueshme për propozime, për marrëveshje, për konsensuse, dhe nuk e dasht.